Folna diçka për veçoritë e këtij kali, të atij ose në përgjithësi të kuajve. Zakonisht shqiptarët pak më duket që janë në depresion. Kështu që ju kisha propozuar gjithëve marrë me kaliru me dalë natyrë sa shumë relax, edhe qetësohen, edhe hekim nervozën se kali të hap një qetësi shpirtënore, edhe ju kisha propozuar gjithëve me kaliru me dalë natyrë se ja vlen. Trakla vetëm sa pat një intervistë ku diskutoi për varësinë e drogave, për shembull ku disa rinj që shkojnë neja kështu, ma mirë është marrë me kushtu kohë natyrës edhe kalit. 100% e sakt, sidomos peshojmë edhe ku po jetojmë, rinis, do me thonë, ju kisha propozuar gjithëve marrë me kaliru, se për një me është antistres, është ja vlen marrë me kaliru. Që sa vjet ti e bën këtë punë të kalirimit, për shembull? Kjo vjen e bëj që 20 vjet, po kom fillu me një kali, edhe sot i kom afër 15 kuajve. 15 kuajve. Qëre, unë du me pa edhe njëherë atë vojsën të vrapu, edhe me ma kallëzu për shembull sa manovrime janë gjatë ngasjes. Çka mundesh mi bë kalit ti kur ta komandosh? Vallëzu, mundesh me vrapu, mundesh me krejt, domethënë krejt ka dalë slow motion. Po zakonisht to që vinë njerëzit klientë që vinë krejt shkojnë një mas tjetrit, edhe janë të mësuar, e kanë në rutinë ditore. Për shembull, kur mundet m'ju frikuna pak kalit, kur është një tension që ai mundet me dal pi kontrollës? Kali të tonë kur frigohesh ti. Domethënë se e dallon, momenti që ti shkon tu kali reagon i rudh vesht edhe domethënë nuk dën si person. Edhe e dallon personin e keq. Shulship. Okej, çorone, po do të që ma bën screenshot trakla, bën ai gora të trakla me mu. Kështu që në kisha dosh njerë me të pod njerë të hyp ty, me na demonstru pak, me na fol pak që hypet, edhe me hyp edhe unë, Kjo komandu si kalit, do me thonë që kjo quhet freni, do me thonë që kjo qite qështu që, heke qështu që. Kali nuk ka ndjenja në flok, mund është më ka për flok. Nuk ka ndjenja në flok, hiç! S'ka ndjenja, që s'kem ndjenja në këtu, Okej. as kali s'ka ndjenja, do me thonë mund është më majtë për. Edhe në besht a ka? Se flok ka edhe aty? Për bisht nuk e di sakt, po... Duhet me fasa aty. Për interesant. Për jela e di që nuk ka ndjenja. Hajde ta kapim gji, hajde, mos na osil gjithë na nolit në rrjete. Po. E që komën e majt kapësh për flok edhe gjuhësh, hop. Që tu duhet vetëm majt e gishta, nuk gëzo me ti këtë koma se kjo është spjegim, nuk ka që ndodh, po thjesht duhet me ja spjegu dikuj amaterit. Majt e gishta jo këtë koma, pse se më bu më rëzut me të koma këtu. Trupi rrin gjatë gjithë kohës drejt, freni kapet në qëtë mënyrë, sa ma afër freni, dhe me thonë e ki komandën më të fort. Kur kalin dojmë shti me hetë, gjithmonë punoj me kom bark. Dhe me thonë, hajde Zeka, hajde. Okej, edhe e frenon mi herën gjoks. Zeka është pak temperament, don me vallëzu, do me vrapu, e don një kalarës të mirë, po Zeka edhe e din kur është marshuta për shembull njëri mas tjetrit e mbron vendin e vet, domethënë s'ka që kërkush mi dal përpara.